monumentet e vjetra, që ka shumë rëndësi, sepse në shumë vende të tjera janë prishur, janë harruar, nuk kujtohen, ndërsa këtu po dalin dritë gjithmonë më shumë objektet, monumentet e vjetra të Vlorës. Po, diçka, që do të thëshit juve për këtë rrugë, për këto restaurime, për punët e mira që bëjnë këtu? Harmonizimi i të vjetrës me të renë, me të vjetrit por dhe për brezatëri, është natyrisht një ide mirë, sepse jo në gjë i ruan, po dhe bën edhe ballafaqimin midis dy situatave të ndryshme dhe ruan historinë. Sepse vendi nuk ka historinë sot, ka sigurisht njerëzimi. Rregullimet e fundit e kanë dhënë akoma më në dritë këto, qyteti ka marrë pamje, është hapur. Njerëzit të ndjejnë ndryshimin dhe kanë shprehur fjalët më të mira për punën e bërë deri tash. Natyrisht, nuk është fundi, do të vazhdojnë ndërtimet edhe më tej. Faleminderit, zoti Cani, po në këtë ditë të veçantë për shkak ditë e bukur e dhjetorit, ne u ndalëm për një rrugtim i zakonshëm këtu në Vlorë. Kurse Vlora, që kemi në këtë fakt, ka ndryshuar vitet e fundit dhe po ndryshon në mënyrë të mrekullueshme. Në fakt, kjo rruga, bulevardi Ismail Qemali që fillon nga Skela, këtu jemi në ballin e kësaj rruge. Dhe ende pa përfunduar. Por kjo në nxori shumë gjëra në dritë. Nxori radhë parë monumentet e pavarësisë. Nxori lashtësinë. Kjo xhami e Plumecit quhet dhe siç e përmendët ju, është rreth vitit 1450. Pranë kësaj është edhe një rrap shekullor. Mjaft i bukur, mjaft domethënës, dhe ndoshta edhe nga kjo ka qenë ideja aty që piketuan dhe bulevardi Vlorës Kelër, ku mbushët domethënë, u mbollën gjithë rrethët. Pak rëndësi ka. Rëndësi ka që ky objekt lashtësie doli në dritë. Doli në dritë njëherë se këtu qytetare. Doli në dritë se turizmit e huaj vinin shqiptojnë në atë anë, sepse ndryshe ka njohur Shqipërinë dhe ndryshe e njohen. Kjo ndryshe është forca e dorës bandës të këtij populli, të vlonjatëve. Pse jo, mund të themi, është edhe iniciative e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama. Kjo është një ndër meritet e veçanta, ndër të tjera të tij që ka bërë dhe po bën për Vlorën. Por le të kthehemi tek tema. Vlora sot ruan vetëm 2 xhami, këtë dhe një xhami në krah të djathtë të lagjes Muradie. Të dy xhamiet kanë një lidhje të përbashkët, kanë kohën, kanë vitet, kanë njerëzit që janë frijuar, kanë njerëz që kanë punuar e jetuar. Kështu që përderisa duke dalë në dritë historia shqiptare. Historia e vlonjatëve, sepse një historia e vlonjatëve është histori shqiptare njëkohësisht. Dhe këtu lind dhe rritë krenaria jonë, krenaria shqiptare. Mendoj se pas kësaj mund dhe të shikojmë pak më gjatë, sepse ky bulevard nuk ka përfunduar. Do të vazhdoj me sheshin e Flamurit, do të vazhdoj me rrugën Husni Godar, të cilën edhe mund të shikojmë, dhe duke përfshirë disa objekte kryesore. Atëre, me këto fjalë të bukura që na prezantuat këtë sheshit, në këtë ditë të zakonshëm për në Vlorë, ne do të vazhdojmë e në rrugën Husni Godar për të marrë objektet ashtu siç janë dhe për të pasuruar pra edhe pse edhe doktor Asiri Lanaj, edhe shkrimtar, që ka shkruar shumë libra, shumë titull librash, që u gjendrasisht në këtë bisedë me Kerem Canaj dhe me Luto. Me 2 bitë. Po, vlonjatët flasin sepse vlerësojnë edhe të mirën, mbase kanë dhe ato
drejtet e tyre, por në fundit vota duhet parë pak gjysmë plotën. Por unë shikoj shëtitare këta, faktikisht, sepse edhe rrugët e kalimit të makinave janë të mbushta, janë një kalim shëtu. Do në bërë me qëllime të caktuara që makinat mos kalojnë. Mos ka trafik të madh. Po mos ka trafiku edhe më kalojnë njerëzit dhe shikoj gjithë mirë. Është e nevojshme një qytetare e tillë, është shumë e bukur. Është do të jo të gjithë shtetet e kanë këtë. Ne duke pan vështrimin e mjekut do pak makina edhe ishte bën lëvizjeve të njerëzve dhe gjithmonë lëvizjet janë shënë. Shpresoni që të bëhet me bukur vlora, të vazhdojnë, të mbarojnë gjitha këto punë. Shpresoni. Them po. Nuk flas për politikë, po flas që për parë është vënë dorë. Për shembull, unë shikoj Fierin. Je shumë i zëmërsimit, e dua shumë. Për parë është disiplinuar Gjanica. Për parë është bërë një mrekulli. Them që ka qytetërim. Dhe duhet të shërbej kjo qytetërim. Dhe sa ishte anë shpirtërore, anë edhe shtetit. Kështu e shikojmë të. Faleminderit, doktor. Faleminderit dhe unë juve, konsiderat e respekt. E lëm të hapur bisedën për të vazhduar. E njerë të tjera në këtë... Rastësia si mbrekullia. Vlorën, kalapsia të mërgjit. Kjo rastësia si mbrekullia, se të takova një vendim. Me cilin kemi qenë në Prishtinë, në Akademinë e Shkencave, ku kemi promovuar librin e Atanas Berg. Apo se shumë. Ishte rrugtim shumë i bukur. Shumë i bukur që. Bra, po vazhdojmë me profesor Ekrem Carin, vazhdojmë në një pikë tjetër me që ju jeni angazhuar. Ne donin të kishim me vete, po ju keni angazhuar, keni... Faleminderit. Konsiderat e respekt për juve. Faleminderit, që janë të pashë.